Ja ku jemi rikthyer sërish bashkë në studio. Para se të shkojmë me rubrikën tonë e vërtetë pa vërtet, falenderojmë sponsorin tonë Golden Eagle Erotic. E kush bën pjesë tani në rubrikën tonë të radhas, këtë më së miri e kuptojmë në vazhdim. Astrid Gruda dhe DJ Crystal bashkëpunojnë me Brick and Lace. Kjo është plotësisht e vërtetë. Artisti shqiptar Astrid Gruda ka kohë që nuk ka qenë aktiv në muzikë, e gjithë kjo pauzë në skenë ka qenë për shkak të disa projekteve të tij, të cilat do të publikohen shumë shpejt. Prive mëson se këngëtari është në përgatitje të një këngë me një emër të afirmuar në muzikën botërore. Bëhet fjalë për grupin Brick and Lace, të cilat janë të njohur edhe në Kosovë. Pas disa muajsh bisedimesh me menaxherin e grupit, është arritur marrëveshja. Pjesë e këngës do të jetë edhe një tjetër shqiptar, Flamur Mani, i njohur si DJ Crystal, i cili ishte iniciator për këtë bashkëpunim. Ky lajm ekskluzivisht për Prive u konfirmua edhe nga Naila, e cila është një nga vajzat e grupit Brick and Lace. Hey Kosovo, what's up? It's your girl Naila. Look out for big stuff. Big up DJ Crystal and Astrid doing a big song together coming for 2014. Muzika është duke u punuar nga Liridon Topanica dhe do të jetë e zhanrit dancehall. Ky bashkëpunim do të incizohet në Amerikë, e ndërsa publikimi i saj do të bëhet gjatë vitit 2014. Big Mama bashkëpunim me Muharrem Ahmetin. Kjo është plotësisht e vërtet. Një nga këngëtarët që gjithmonë ka sjellë një stil në muzikën shqiptare, Big Mama ka vendosur të eksploroj pak në muzikë. Ku mbeti dashuria ishte projekti i fundit i publikuar nga ajo, mirëpo tani ka vendosur që zemrën e saj t'ia dorëzoj Muharrem Ahmetit. Merë zemrën time është kënga që kjo dyshe shumë shpejt do të sjellë në treg, punuar nga Alfred Sylla, i cili njihet për zhanrin e përzier mes asaj modernes dhe muzikës ballkanike. Klipi i kësaj kënge po punohet nga Max Production dhe shumë shpejt do të publikohet për tregun tonë. Djelza Kolgeci rikthehet në festivalin e RTS-s. Kjo është plotësisht e pavërtetë. Ngjarja që pushtoi mediat e shkruara ishte lajmi për dorëheqjen e Djelza Kolgecit nga prezantimi i festivalit të fundvitit. U përfol për dorëheqjen e saj, mirëpo edhe për një rikthim të mundshëm të Djelzës në prezantimin e festivalit. Por ky supozim bie në ujë pasi që modelja dhe prezantuesja Djelza Kolgeci për emisionin prive mohon këtë lajm. Më ka thirrë skenaristja e shqetësuar për ndodhitë që kishin ndodhur, por unë tani më kisha dërguar me shkrim dorëheqjen time. Kam filluar këtë punë me shumë energji pozitive dhe bashkëpunim shumë korrekt, por në minutën kur drejtori i ri mori postin, ai dërgoi email që nuk qëndrojnë mirë me financa dhe se anulohet dhoma e hotelit për asistentin tim, një arsyetim banal irritues. Më vjen keq që skenaristja është mundu dhe ka punu shumë për skenarin. Më vjen keq për regjisorin, por për fat të keq erdhën njerëz të papërshtatshëm për menaxhim. Mungesën e Djelzës në këtë festival, drejtori i ri u mundua ta mbulojë me 3 prezantuese të tjera.